Një përplasje e fortë ka ndodhur ditën e djeshme në Zvërnec të Vlorës, ku disa persona me maska që më pas janë identifikuar si punonjës të një kompanie private security, kanë rrëmbyer një qytetar i cili po protestonte lidhur me ndërtime që pritet të ndodhin në këtë zonë. Për të folur mbi këtë ngjarje dhe mbi çfarë pritet të ndodhë në Zvërnes dhe mbi të gjitha kush po fshihet pas këtyre ndërtimeve, kam të ftuar në një lidhje direkte historianin e njohur zotin Olsi Azexhi. Olsi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Olsi, çfarë po ndodh në Zvërnec dhe pse ajo lloj përplasje dhe ajo lloj sjellje me qytetarët të rinj nga punonjës të kompanisë private? Tani në Zvërnec kemi një përplasje e cila është e vjetër ndërmjet banorëve të Vlorës dhe kuptohet regjimit të Edi Ramës. Bëhet fjalë për vjedhjen e zonës pyjeve të Zvërnecit. Këto territore që janë vjedhur qytetarëve të Vlorës nëpërmjet manipulimeve dhe ne e dim se si vjedhen tokat në Shqipëri, janë dhënë një kompanie që quhet Zvërnec South Adriatic Development, ku si pronar janë dy shtetas të huaj, njëri me emrin Nikita Maksimovic Vinogradov, që është qifut nga Rusia, dhe tjetra është Zoja Gjorgjeva Gjurova, kjo me sa duket është qifute nga Bullgaria. Po mbrapa kësaj, domethënë mbrapa këtyre dy personave që kanë themeluar kompaninë në Shqipëri, qëndrojnë një seri kompanish të tjera që qëndrojnë në hije, sikur Universal Properties Projects, Blue Industry Investment, Dutch Trust Management, dhe sikur kanë treguar media ndërkombëtare që është që pronari vërtet është Jared Kushner dhe gruaja e tij, ose për ndryshe vajza e presidentit Donald Trump, Ivanka Trump. Tani çka ka ndodhur është që ne kemi parë se si në muajt e fundit kemi patur Ivankën me Jaredin që vinin në Shqipëri, ku Rama u premtonte atyre që do t'i japi Zvërnecin dhe ishullin e Sazanit, ku rasti ishullit Sazanit ai është pronë shtetërore në mënyrë totale, dhe Rama do t'ja jepte këto toka kësaj familje me shumë pushtet zioniste qifute, me sa duket për të siguruar mbijetesën e tij politike. Por në gjithë këto muaj ne kemi patur shqiptarët të cilët kanë protestuar nëpër rrjetet sociale, ka patur protesta në Vlorë e tjerë, ku qytetarët kanë protestuar, ashtu sikur kanë protestuar edhe banorët e Rjollit, banorët e Lurës dhe vendeve të tjera, të Dukatit e tjerë, ku regjimi Ramës shkon shëmbujtina, rrëmben toka dhe u jep të huajve. Po rasti i Zvërnecit është një rast që ka tërhequr shumë vëmendje, sepse këtu kemi të bëjmë me disa sensitivitete. E para është një hapësirë prej rreth 437 hektarësh dhe 15 kilometra bregdet, të cilat do të merren nga këta dy qifut ruso-bulgar, por që dihet që mbrapa tyre qëndron Jared Kushneri dhe Ivanka Trump. Dhe këta, me sa duket, domethënë, çfarë kanë, se ka pak mos marrëveshje se nga do vinë lekët e këtij projekti, po për këtë projekt thuhet që do të investohen rreth 4 miliard euro
Tani se nga do vinë lekët, shumë burime amerikane tregojnë që prej ardhjes Donald Trumpit në pushtet, Jared Kushneri mori nga fondi sovran i Arabisë Saudite $2 miliard, të cilat do t'i investonte, jo 2 miliard, $2 trilion, të cilat do t'i investonte në përbot. Për rastin e Zvërnecit, thuhet që do t'investohen 4 miliard, dhe puna është që qytetarët e Vlorës, ata që kanë qenë den babaden aty, shohin se si po i merren tokat e tyre, ka njerëz që kanë toka nga gjyshrit e tyre, plazhet ku ata kanë jetuar, pishat ku ata kanë ndëjtur në hije, dhe do t'i jepen një mafje çifutërie ndërkombëtare, ku ky projekt është miratuar me urgjencë nga Rama në datën 29 prill, ka kaluar në Këshillin Kombëtar të Territorit. Rama u ka dhënë lejen kësaj ligje çifutërish rus, bullgar dhe izraelito-amerikan për të marrë të gjithë këtë territor i cili është zonë e mbrojtur, zona e Pish-Por Nart Vjosës, është lagun me biodiversitet të lartë. Dhe tani çfarë kemi në këto momente? Kemi përplasjen e disa grupesh interesi në Shqipëri. E para janë banorët e Vlorës, e dyta janë pronarët legjitim të tokës, e treta janë grupet ambientaliste, e katërta janë të gjitha ata aktivistë që e din që aty ku shkon Jared Kushneri, aty nuk mbin më bari. Se ky person, pra, dhëndri Donald Trumpit, është një person i urryer botërisht, është një nga kryearkitektët e gjenocidit të Benjamin Netanyahut në Gaza, dhe është personi që i shtiu në mendje Trumpit projektin e pastrimit etnik të Gazës, dhe pasi ti dëbonin, për ata që mbajnë mend që nga viti 2025, kur Trumpi i shpalosi këto projekte, ku Trumpi donte që ti dëbonte palestinezët nga Gaza dhe Gazën ta kthente në një Trump resort, në një resort të Trumpit. Dhe po kemi gjithta grupe qytetarësh, dhe pastaj është edhe opinioni publik i cili është shumë e gërsuar dhe i tërbuar me korrupsionin e qeverisë Ramës, të cilët të gjithë po shohin se si Rama po i grabit tokat shqiptarëve. Së fundi qeveria e tij nxori edhe një plan për të aprovuar më vonë që do të merrte 100.000 hektar tokë dhe do t'u ashiste të huajve, dhe duke parë se çfarë po bëjnë izraelitët në përbot, se çfarë po bëjnë ky grupi Jared Kushnerit, duke e parë se si në Shqipëri po vinë shumë kolon izraelit, të cilët ndërsa shërbejnë në Gaza dhe në Liban që vrasin njerëz, kur mbarojnë shërbimin ushtarak, vinë dhe bëjnë pushime në Shqipëri dhe blejnë banesa, dhe shqiptarët të cilët dinë edhe historinë e zionizmit dhe kolonizimit të Palestinës, ndihen të trembur sepse thonë këta persona në këtë mënyrë shkuan në Palestinë, po pasi shkuan në Palestinë dhe palestinezët i pritën me bujari, shifra se çfarë janë duke bërë. Pra, kemi shumë vektor që janë përmbledhur në protestën e Zvërnecit që ndodhi dje në zonën e Zvërnecit, ku kemi patriot shqiptar, kemi ambientalist, kemi pro-palestinez, kemi besimtar musliman, kemi besimtar të krishterë, kemi njerëz që i trëmben gjenocidit që Izraeli bën në përbot, dhe shohin, të gjithë shohin se si po bëhet po mblidhet një mafje me izraelit të pasur, të cilët po marrin lek nga biznesmen arab, dhe këto lek
po sillen që të merret toka e tyre dhe me këtë rizortin e Zvërnecit, gjëja që i provokoi më shumë qytetarët është se ky plazh i Zvërnecit, të cilin vlonjatët e kanë padur të tyre den babaden, në këto momente është edhe i bllokuar me tela dhe qytetarët që shkuan dje aty u përballën me dhunën e kësaj kompanisë private të quajtur Major Security, të kontraktuar nga Zvërnec South Adriatic Development, ku kjo kompani, sigur kemi parë edhe në filmimet që ndodhën, jo vetëm që nuk i la shqiptarët që të shkojnë në detin e tyre, në tokat e tyre, duke vënë garë, por edhe i dhënuan qytetarët shqiptarë. I dhënuan duke i goditur me gaz lotësjellës, duke rrëmbyer një qytetar, duke e goditur me grushta, duke hedhur në tokë pa ndjenja. Dhe këto pamje filmike kanë shkaktuar një shok jo vetëm në Shqipëri, por për personat që ndjekin këto mediat alternative botërore dhe kanalet e ndryshme të informimit, ky lajm po bëmbuj. Domethënë e kanë botuar agjenci lajmesh nga Clash Report, te gazetari i njohur amerikan Mario Nawfal, edhe shumë të tjerë, të cilët të gjithë po tregojnë që ky person, Jared Kushner, i cili së bashku me mikun tjetër të Edi Ramës, Tony Blairin, janë nga arkitektët e gjenocidit dhe grabitjes së tokave të palestinezëve, tani po bëjnë të njëjtën gjë në Shqipëri. Dhe po kemi një sensibilizim ndërkombëtar për personat që ndjekin kanalet e Twitterit apo edhe mediat alternative, të gjitha mediat alternative të botës po gëlojnë nga shoku që ata kanë patur, duke parë se çfarë po bën kompania e kriminalit luftës Jared Kushner, i cili ka gisht në gjenocidin e Gazës, se çfarë po bën ky person në Shqipëri. Por si në fakt ju keni bërë dhe një reagim në Twitter ku e keni cilësuar Zvërnecin si Hormuzin e Shqipërisë. Mbi çfarë argumenti e keni pasur kur e keni bërë këtë reagim? Tani e kam quajtur Zvërnecin Hormuzin e Shqiptarisë, por të gjithë ata shqiptarë që në vite janë ankuar kundër diktaturës së regjimit të Edi Ramës. Ne kemi parë për shembull se si që kur zionistët amerikan sollën Ramën në pushtet, ai çfarë nuk i ka bërë vendit? Ka shkatruar shëndetësinë, ka shkatruar sistemin social, i ka shitur pronat dhe ja ka falur pronat e shqiptarëve izraelitëve, që nga spitali Nën Tereza në Tiranë, te industria e mbrojtjes, te Air Albania e të tjerë, dhe në të njëjtën kohë regjimi Ramës ka vazhduar që t'i shëmbi hotelet, bujtinat shqiptarëve, t'i rrëmbej atyre tokat, dhe këto tokat t'u afali të huajve. Dhe në gjithë këtë kohë shqiptarët kanë qenë të pafuqishëm, duke patur mbështetjen e lobit zionist ndërkombëtar, lob të cilit në nëntor të vitit 2024, Rama i bëri thirrje të hapur në OKB që të vinë dhe të kolonizojnë Shqipërinë. Dhe pastaj kemi vizitën e Ramës në janar të vitit 2026 në Knesetin izraelit, ku kryeministri dhe terroristi dhe i kërkuari nga gjykata ndërkombëtare për krime lufte Benjamin Netanyahu i apeloi publikisht qytetërisë botërore që të shkojë edhe të vendoset në Shqipëri. Pra, kur kemi të gjitha këto sulme që bëhen kundër sovranitetit të Shqipërisë, dhe për më tepër regjimin e Ramës i cili i shkel me këmbë shqiptarët, dhe shqiptarët nuk kanë çfarë të bëjnë, një regjim i cili ka krijuar disa enklava për Izraelin në Shqipëri. Çfarë kam këtu parasysh, një është kampi mujahidinëve, ku Rama ka krijuar shtet brenda shteti me mujahidinët iranian që janë mercenar dhe terroristë Izraelit.
E dyta ishte shpallja nga Rama në nëntor 2024 së projektit për krimin e shtetit Bektashian. Dhe e treta, kemi nga Rama dhurimin me VKM të ishullit të Sazanit, zionistit Jared Kushner. Pra kemi gjithë to precedente ku Rama është duke e coptuar integritetin territorial Shqipërisë, dhe për fatin e keq të shqiptarëve nuk ka një opozit që t'i qëndroj kundër, ka që edhe opozita e Sali Berisha i ka frikë amerikanët dhe ai e përdor Partinë Demokratike vetëm për të ruajtur veten dhe djalin e tij dhe Fatmir Mediun dhe hajdutrit që i ka rrethiqar. Dhe shqiptarët që deri në këto momente janë bjerë të pafuqishëm nga shkatrimi i adeut të tyre, nga shitja e Shqipërisë ndaj zionistëve, për mendimin tim, kjo që po ndodh në Zvërnec është Hormuzi i shqiptarisë. Çfarë nënkuptojnë me Hormuzin? Për ata që kanë ndjekur luftën Iran-SBA, ku amerikanët edhe pse janë fuqi nukleare dhe mund ta zhdugin Iranin, kanë dështuar dhe Irani është duke e detyruar perandorinë amerikane që të gjunjëzohet nëpërmjet mbylljes së kanalit të Hormuzit. Duke mbyllur Hormuzin, Irani ka bllokuar 20% naftës botërore që dalin nëpër tregje, gjë që po i shkakton humbje kolosale ekonomisë amerikane, por edhe të vendeve zioniste arabe. Dhe për mua, Zvërneci është Hormuzi i shqiptarisë. Pse është Hormuzi i shqiptarisë? Nga që qofse shqiptarët do vazhdojnë që të protestojnë në Zvërnec, çështja e Zvërnecit do tërheqi një vëmendje të paparë ndërkombëtare. Dhe të gjitha këto grupet e qytetarëve shqiptarë, që nga ambientalistët, që nga banorët e Dukatit, që nga banorët e fushave të naftës së Patosit, që nga banorët e Rjollit, që nga banorët e Lurës, e Alpeve të Shqipërisë, që Rama u ka grabitur tokat, u ka shëmbur vilat, u merr naftën dhe nuk i jep asnjë lek etj. Për mua të gjitha këto grupe shqiptare tani me Zvërnecin kanë shansin që të ndërtojnë një Hormuz në Shqipëri. Çfarë themun me këtë është që këto grupe nëse do vazhdojnë dhe do protestojnë në Zvërnec, këta do t'i begenisi bota, se deri tani Rama shkon, rrëmben, grabit, burgos njerëz, dhe këta njerëz nuk arrin që të digjohen nëpër lajmet ndërkombëtare. Por çështja e Zvërnecit është një çështje shumë sensitive, nga që këtu kemi të përfshirë drejt për drejt dhëndrin e Donald Trumpit, Jared Kushner dhe Ivanka Trump, të cilët kanë përqindjet e tyre dhe ndoshta janë edhe përfituesit më të mëdhenj, por ne nuk i dim dokumentat e këtyre, e që këta kanë bërë kompani offshore, sikur bëjnë gjithmonë mafia, dhe ne nuk e dim se kush janë përfituesit. Por në këto momente shqiptarët, duke protestuar me Zvërnecin, kanë mundësi që të tërheqin vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar. E para, e dyta është Jared Kushneri, duke qenë një person i urryer ndërkombëtarisht, i porfolur, një njeri të cilin që nga demokratët amerikan e deri te evropianët, që nga ambientalistët deri te pro-palestinezët, të gjithë duan të varur, duke u protestuar në Zvërnec, mediat ndërkombëtare do t'i japin shumë publicitet kësaj proteste, dhe të gjithë ata qytetarë shqiptarë që deri tani regjimi i Ramës i ka heshtur duke i shkelur, kanë mundësinë që Zvërnecin ta kthejnë në një Hormuz, ashtu sikur Hormuzi ka tërhequr të gjithë vëmendjen e globit, edhe Zvërneci mund të kthehet në një Hormuz të dytë, dhe duke ditur edhe personalitetin skizofrenik të Donald Trumpit, protestat e qytetarëve shqiptar në Zvërnec do ta trembin Jared Kushnerin, ashtu sikur e trembën edhe protestat e qytetarëve të Serbisë, kur Jared Kushneri donte që të merrte ministrin e mbrojtjes të Serbisë dhe ta kthente në një hotel me 5 hyje ku dëgjon në Beograd, dhe serbët u çuan në protesta dhe përzun. Edhe me protestën e Zvërnecit, qytetarët e Shqipërisë kanë mundësi që jo vetëm që do ta
ruajnë Zvërnecin, jo vetëm që do ta mbrojnë ekologjinë e kësaj zone shumë të pasur me biodiversitet, por do t'i japin një goditje të papar Edi Ramës ndërkombëtarisht. Nga që deri tani Edi Rama nëpërmjet lobit të zionistëve është munduar që ta portretizojë veten e tij në perëndim si një udhëheqës i mirë, si një udhëheqës që i do që nga pederastët e sorosistët e trumpistët e genocidialët e Netanyahut. Pra Rama deri në këto momente i ka dhënë vetes së tij një mbulesë pozitive, por duke u goditur, duke vazhduar protestat e Zvërnecit, media ndërkombëtare do të kuptojnë se kush është Rama, dhe e dyta duke ditur personalitetin skizofrenik të Donald Trumpi nuk e ka fare problem që ta rrëzoj Ramën nga pushteti në mënyrë që ta rihapi Shqipërinë ndaj proceseve demokratike, edhe në anën tjetër, nëse keni parë reagimet që kanë ardhur në 24 orët e fundit, sidomos nga kompania e Jared Kushnerit Zvërne South Adriatic Development, në deklaratën për shtyp që këta kanë bërë, që e bën menjëherë pas incidentit, tregon se sa është trembur vet Jared Kushneri edhe Ivanka Trump. Në deklaratën për shtyp që këta i kanë çuar mediave shqiptare dje, mundoheshin që të legjitimonin rrëmbimin e këtyre territoreve shqiptare, mundoheshin që t'i tregonin këta investitorët izraelit si dashamirë të Shqipërisë, i trajtonin shqiptarët sikur të jenë indian apo zezak, duke u thënë që ne po u marrim tokat, po do t'ju hapim juve 10.000 vende pune, ku ju do punoni si hyjzmetqar për ne, por në të njëjtën kohë ata edhe kërcënonin popullin shqiptar, ku thonin që ata që do na ndalojnë neve projektin, neve do të merremi me ata ligjërisht. Por paragrafi i parafundit i deklaratës së Zvërnet South Adriatic Development ishte shumë kuptim plot, sepse thoshte investitorët e këtij projekti janë miq të padiskutueshëm të Shqipërisë, të frymëzuar nga tradita legjendare dhe mikpritja shqiptare. Çfarë do thotë kjo? Për personat që lexojnë me kujdes, kuptohet që investitorët janë izraelit. Ata thonë, ne e duam Shqipërinë edhe pse po arrëmbejmë tokën, po ne jemi të frymëzuar nga tradita juaj dhe besa juaj. Domethënë, kjo është një fjali tipike izraelite, ku ata mundohen që ta portretizojnë Shqipërinë si një vend i cili i ka mikpritur çifutët gjatë luftës së dytë botërore, që është fakt. Por në emër të kësaj mikpritje, ata thonë që neve do t'u arrëmbejmë tokën dhe juve, nëse nuk na bindeni ne, do përballeni me ne ligjërisht. Olsi, çfarë pritet të ndodhë pas kësaj proteste? Mendoni që do ketë, le të themi, avancim të protestave dhe agravim të situatës? Unë me sa shoh nga komentet që janë bërë në për rrjetet sociale, duket që populli shqiptar është shumë i acaruar nga kjo gjë që po ndodh. Unë besoj dhe shpresoj që protestat dhe protesta e radhës që do bëhet ditën e shtunë do jetë edhe më e madhe dhe më masive. Me sa unë kuptoj është që kompania e Jared Kushnerit ka pezulluar apo prishur kontratën me Major Security dhe në këto momente po merr një kompani tjetër, emrin e cilës nuk e bëj të ditur dot nga që nuk është finalizuar kontrata, po kjo është një kompani shumë interesante dhe me inshallah do ta sqaroj në për bisedat e tjera se kush është kjo kompani dhe lidhjet e saj me Izraelin. Dhe por unë shpresoj që qytetarët shqiptar do vazhdojnë protestat. Dhuna që u përdor dje kundër qytetarëve shqiptar dhe vlonjatëve ishte një humbje masive për investimin e Jared Kushnerit. Unë uroj dhe shpresoj që edhe të shtunën tjetër zionistët e Edi Ramës të përdorin dhunën kundër qytetarëve shqiptar, nga që unë
besoj që përdorimi i dhunës, se Rama nuk ka mundësi tjetër se si ti frenoj shqiptarët. Këtë gjë ai ka bërë kur ndërhyu herën e fundit në Lurë, në Dukat dhe në vende të tjera, por përdorimi i dhunës e para do t'i egërsojë më shumë qytetarët shqiptarë dhe do t'i bëjë ata këmbgulës që të mbrojnë tokën dhe territorin e tyre. Dhe e dyta, do t'i japi edhe më shumë publicitet dhunës të regjimit zionisto rilindas të Ramës, ku Rama ka nisur një orgji të pandalur të shitjeve dhe faljes së aseteve shtetërore shqiptare ndaj Izraelit dhe lobit izraelit. Dhe duke ditur panikun që ekziston globalisht kundër krimeve të Izraelit, duke ditur rezolutat e pafundme, duke ditur betejat ligjore kundër izraelitëve dhe zionistëve në rang planetar, unë shpresoj që lëvizja e Zvërnecit do të përmbyllet me një sukses të madh për popullin shqiptar, dhe ashtu sikur shqiptarët në 1920 në luftën e Vlorës që i hodhën italianët në det, edhe me këtë betejën e Hormuzit, e Zvërnecit, që për mua është Hormuzi i Shqipërisë, ata me lejen e Allahut do të mundin që t'i hedhin zionistët në det dhe të shpëtojnë vendin e tyre nga një kolonizim izraelit sikur ka ndodhur me Palestinën. Olsi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit për pyetjen.